aty ka shumë masakra që nuk janë përfshirë, por kishte të tilla që kanë pasur gabime dhe këto ekspozitash na duhen sa më shumë, por natyrisht me të dhëna të sakta, pa gabime dhe duhet të jenë të plota. Sa i përket ekspozitës, e cila me sa mora vesh tashmë është larguar, ajo nuk ndodhet më në shesh, aty ka shumë masakra që nuk janë përfshirë, por kishte të tilla që kanë pasur gabime në tekst. Ato natyrisht do e mos duhet të korrigjohen e të përmirësohen. E vërteta për ne dhe krimet e kryera në Kosovë duhet të ekspozohen sa më shumë, jo vetëm para botës, por edhe para nesh, në veçanti para të rive e brezave që do të vinë, për shkak se ju e dini që një pjesë e konsiderueshme e popullsisë të ne, për të mos të ngati gjysma, ose kanë qenë fëmijë në kohën e luftës dhe nuk e mbajnë mend qartë dhe nuk kanë pasur si ta kuptojnë atëherë se çfarë po ndodh. Krejt dhe në anën tjetër kemi edhe aq shumë të ri e treja që kanë lindur pas luftës. Dhe kjo ekspozitë është shumë e rëndësishme për të ardhmen tonë, veç për të kaluarën tonë. Ndërkaq është e rëndësishme edhe për aspektin ndërkombëtar, sepse ne dëshirojmë që bota me cilën ne kemi ndërveprim të dendur të mos harroj asnjëherë se çmimi i lirisë e i pavarësisë ishte shumë i lartë dhe në veçanti në popullsinë civile, sepse shumica dërmuese të vrarëve në Kosovë janë popullsi civile dhe aq shumë ka gra, fëmijë e pleq. Tash një ekspozitë e saktë, e drejtë dhe e plot mbi të gjitha natyrisht e vërtet për krimet e Serbisë në Kosovë, unë besoj që duhet të rikthehet sa më parë. Madje një datë optimale do të mund të ishte qershori, përkatësisht koha kur shënojmë për vjetorin e 27 të qeverimit të Kosovës. Dhe jo vetëm kaq, është me rëndësi që ajo të mos jetë vetëm në Prishtinë, ta kemi një ekspozitë që është në për të gjitha komunat e Kosovës. Sepse vështirë të gjendet në një komunë ku s'ka pasur vrasje mizore e masakra. Dhe është mirë që kur komunat i shënojnë ditët e tyre të çlirimit në javën e 2 të 3 të qershorit, ta kenë edhe ekspozitën në sheshet e qyteteve anën bën Kosovës për masakrat që kanë ndodhur në ato komuna dhe për këtë gjë inkurajoj edhe kryetarët e komunave. Lejoni të theksoj se çfarë po bën e ka bërë qeveria e Republikës Kosovës lidhur me të vërtetën dhe drejtësinë për krimet e kryera gjatë luftës nga Serbia në Kosovë në kuadër të fushatës së saj për drejtësi institucionale për të mos harruar. Në shtator 2022 votuan projekt ligjin për krijimin e bazës ligjore për trajtimin e krimeve të luftës. Në nëntor 2023 e kemi themeluar Institutin e krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë pas 24 vitesh. Qëllimi i institutit është evidentimi i plot dhe i sakt i krimeve të luftës në mënyrë institucionale dhe shtetërore. Kemi filluar përgatitjet për padin për gjenocid ndaj Serbisë, proces që kërkon përgatitje të gjatë dhe serioze dhe konfidenciale. Pastaj Kosova u mor me këto çështje 23-24 vjet pas luftës, edhe pse ato do duhej të ishin trajtuar menjëherë që nga qershori vitit 1999. Drejt tani, përshtypja ime e fuqishme është që nuk kemi pasur qeveri që është marrë seriozisht me krimet e Serbisë gjatë luftës në Kosovë, përkatësisht me krimet e luftës, krimet kundër njerëzimit, agresionin dhe gjenocidin e Serbisë. Dhe tani pikrisht e kemi një qeveri e cila këtë e bën në mënyrë fort serioze dhe aktive. Vazhdimisht ne mbajmë takime ndërkombëtare me politikanë dhe diplomatë edhe për temën e krimeve të luftës, masakra dhe çështjen e të pagjeturve. Unë bashkë me ministren Gërvalla, drejtësinë tranzicionale në njërin anë, por edhe aktivitetin sa më të dendur të prokurorëve, të policëve hetues dhe efikasitetin sa më të lartë të gjyqësorit
e mbështesim pa pushim, pa kursim e pa rezervë. Natyrisht, prokuroria dhe gjyqësori në Kosovë në këto vitet e fundit kanë bërë më shumë se përpara, por ka vend që të bëhet edhe shumë më tepër. Në veçanti jemi të brengosur që po mplakën e po vdesin dëshmitarët e krimeve të Serbisë dhe kjo e bën shumë të vështirë procesin gjyqësor. Mos harroni që kemi mundësinë tash për të gjykuar e për të dënuar edhe në mungesë dhe është një mori rastesh në të cilet kjo tashmë është shfrytzuar. Besoj që për të dhëna të hollësishme duhet sa më shpesh që mundeni ta kontaktoni institutin kundër krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë, i cili është një institut që ato krime i trajton edhe si pjesë të mbamendjes sonë kolektive, por edhe si material, dëshmi, argumente për procese gjyqësore të cilat duhet të ndodhin. Pra një farë mënyre, lufta me Serbinë ka përfunduar, por jo dhe beteja, sepse beteja me fqinjën tonë verior që nuk na njeh, nuk pendohet, mohon krimet e kryera, vazhdon. Dhe këso ekspozitash na duhen sa më shumë, por natyrisht me të dhëna të sakta. Pa gabime dhe duhet të jenë të plota. Të gjithë ata të cilët janë dashamirës të mbamendjes kolektive dhe të cilët kanë zell, ndjejnë përgjegjësi që të kontribojnë, instituti mbi krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë është adresa cilësore dhe institucionale e Kosovës.